Ish ministri i drejtësisë dhe avokati i njohur Spartak Ngjela ka pasur një reagim të ashpër në rrjetet e tij sociale në Facebook, ku ka shigjetuar Sali Berisha. Ndër të tjera, Spartak Ngjela ka shkruar: "Sot ambasadori i Rusisë në Tiranë deklaroi një lloj si dhe Sali Berisha. Shqipëria është një narkoshtet. Bashkë janë sigurisht. Po shqiptarët akoma nuk e kuptojnë që këta dy janë bashkë. Kote kanë që të dy. Asgjë nuk i bëjnë dot as Shqipërisë dhe as Kosovës. Leti bien bashkë daulles së inferioritetit, se as Shqipëria dhe as Kosova nuk i bëjnë dot gjë." Ky ka qenë një reagim i ashpër i Spartak Ngjelës kundrejt Sali Berishës, ku ka folur dhe për kontekstet gjeopolitike dhe reagimi që ka pasur ambasadori i Rusisë në Tiranë. Dhe e ka njësuar së bashku me reagimin që ka pasur Sali Berisha në Parlamentin Evropian. Një reagim shumë i fortë që vjen nga statusit apo nga rrjetet sociale të Facebookut të avokatit Spartak Ngjela.